Ashtu si në bloqet e banimit në zonat informale të Dobraqit dhe Shtojit të Ri, ku ende nuk ka përfunduar procesi i legalizimit të banesave të ndërtuara gjatë 3 dekadave të fundit, edhe banorët e fshatit, Fshati i Ri në njësinë administrative të Postripës kanë paraqitur të njëjtin shqetësim. Edhe këta banorë tregojnë se prej shumë vitesh kanë aplikuar për legalizimin e banesave të tyre dhe paguar tarifat përkatëse, por deri më sot nuk kanë marrë certifikatat e pronësisë. As i zonë sa bon, as për legalizimin, as kërgjon. I këna qua atje, as në kanë këthy përgjigje, as kërgjon burë, dosjet tona kanë mbeti atë për legalizim. Në kanë ardhë, jo sot jo nesër, as zonë sa bon dhe tash. Vite ka një rati e 10 vjetë, që këna apliku. Edhe Allah s'na ka ardhë alë si loj përgjigjet. Për kërgjon bëhet. Jo sot jo nesër, ty në dy kush i ka marë, po, atë e në marë vërëndorë, se kush ka po shesni. Dita me thonë, 10 vjetë rati janë të registrume. Familje si bona në këtë zonë, qysh i mërë shyrë atje të tanë bashkë, edhe nuk bëhet fjallë. Dikush i ka marë, po pak kanë marë, po atë e kanë marë, kush i ka marë si ka me punë tjera. Tokat i këna me tapia i këna me toka, me në regull, tapia i këna blevë taman me tapia, por legalizimit i këpresëm. Inshallah, bëhet e mirë për ne. Shpijat në i kanë qysh kam pagu, qysh në 2006, në 2005 që kanë këto për legalizime, Allah, nuk nga kanë nështu, kur shka legalizime së rësisisën. S'na kanë bo. Asi përgjigje s'na kanë nështu. Ta shishtë e që bëhet. Megjithse zyra e legalizimeve në Shkodër ka njoftuar her pas here për ecurinë e këtij procesi, ajo që ka munguar dhe vazhdon të mungojë është transparenca. Publikisht, ende nuk dihet zyrtarisht se në cilat zona informale të Shkodrës ka përfunduar procesi i legalizimit dhe në cilat zona ka ende probleme. Faktikisht, nga njëra zonë në tjetrën ku interesohesh, has raste ku procesi ka përfunduar, por edhe shumë të tjera ku prej më shumë se 10 vitesh, banorët nuk kanë marrë asnjë përgjigje për aplikimet e tyre. Një problem i tillë meriton edhe vëmendjen e bashkisë dhe të prefekturës së Shkodrës, pasi bëhet fjalë për një shërbim shumë të rëndësishëm për banorët e zonave informale, zgjidhja e të cilit vazhdon të zvarritet.